Përshëndetje shikues të nderuar. Afera e armëve e cila para 2 javësh në këtë studio u përmend nga një ish funksionar i Partisë për Prosperitet Demokratik, ka ngjallë reagime nga më të ndryshme të ish të burgosurit. Për të biseduar mbi këtë temë, sonte në studio të hapur kemi ftuar zotin Hysen Haskaj, zotin Shenasire Xhepi, si 2 ish të burgosur, dhe zotin Eshref Aliu, i cili tha se afera e armëve ka qenë projekt i shërbimeve sekrete të asaj kohe. Zoti Haskaj, vrasjen e Halil Latifit nuk e përmend askush nga fshati i Garçes. Nuk e përmendët as ju këtë. Po, në aferën e armëve ndodhe edhe një humbje jete. Ai ishte një nga Garçesi, unë personalisht nuk e kam njoftur, po kam dëgju fjalë të mira për të. Se si ka ndodhur ajo, e din organet e shtetit e din. A është dhra, apo është nga smundja, si ka ndodhur rasti, personalisht nuk e di, ai ka qenë sipas informata në stacionin policor të Karposhqit. Edhe aty ka ndodhur rrahja, maltretimi, edhe pastaj në opinion është anësuese ka vdek prej zemrës. Nga maltretimi ka vdek edhe Rametli Halili. Nuk është çështja atak zemre mund të jetë edhe nga tmerret që ja kanë bërë aty. Mos kujtoni që kemi harruar edhe një njeri i cili ka qenë i këtyre anëve i këtij vendi, Halilit. Ai ka qenë njeri i imi. Ai ka qenë njeri që e ka dashur lirin, e ka dashur vendin e vetë, dhe ai do të nderohet si të gjithë ushtarët e ushtrisë shërimtare kombëtare, si të gjithë ata, sepse ai ka qenë pararuaj e ushtarëve. Mos ishte Halili. Nuk do të ishte, apo do të ishte shumë më e vakët, shumë më e dobët lëvizja ushtarake e vitit 2001. Andaj ai do të jetë në kujtesën tonë, dhe ai do të nderohet me shumë derime të larta, mu në këto hapësira, sepse ai nuk është vetë i juji, nuk është vetëm i juji, pa ai takon gjithë lëvizjes, ai është edhe i vendit tim, edhe i Shkupit, edhe i Kumanovës e Tetovës.